Me armë të gjata dhe të shumë në numër. Policët e Kosovës ishin të pranishëm të premten në gjykatën themelore në Prishtinë për të përkujdesur për sigurinë e shpalljen e aktgjykimit për sulmin terrorist në Banjsk, ku vetë ata kishin një rol të rëndësishëm. Siguria ishte në nivel të lartë edhe brenda në sallë. Në rendin e parë të dëshmitarëve u ulën dy policët e plagosur më 24 shtator të vitit 2023. Nga tre të akuzuarit, Dušan Maksimović ishte i vetmi që mori pjesë në seancën vendimtare. Trupi gjykues e dënoi të pranishmin me plot 30 vite burgim, ndërsa Blagoje Spasojevićin dhe Vladimir Todićin me burgim të përjetshëm. Të akuzuarin Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shëftuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Vladimir Todić e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shëftuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve. Në dënimin e shëftuar me dënimin me burgim llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Vendimi su pëlqeu familjarëve të akuzuarve. Megjithatë, gjyqtari nga Dhënim Arni tha se përgjatë procesit gjyqësor është vërtetuar fajësia e të akuzuarve. Prokurori që ngriti akt akuzën Naim Abazi thekson se ky është një hap i rëndësishëm drejt vendosjes së drejtësisë. Prokuria speciale natyrisht që nuk do të ndalet me kaq. Ju e dini se për Prokurinë speciale ky vendim është i mangët përderisa nuk është edhe pjesa tjetër e përfshirë në akt akuzë me krye të akuzuarin këtë rast Milan Radojčić, por që Prokuria speciale do të bëjë gjitha përpjekjet që të njëjtit të sillen para organeve të drejtësisë. Ne realisht, siç e dini, javën e kaluar veç kemi arrestuar njërin prej pjesëmarrësve i cili dyshohet të ketë qenë në mënyrë direkte ose indirekte përfshim në këtë rast, por që edhe përpjekjet tona do të jenë maksimale që edhe pjesa tjetër që mendojnë që nuk janë në tash për tash të kapshëm për organet e drejtësisë do të sillen shumë shpejt para organeve të drejtësisë. Për të vendosur drejtësia e plot, avokati familjes Bunjaku, Arjanit Koci, thotë se duhet të dënohen organizatorët e sulmit. Është vërtet që janë të parëshëm për drejtësinë, por këta të dyshuar do të jenë barë për Republikën e Serbisë, ata kur nuk do të hynë në Bashkimin Evropian pa i gjyku ose pa ja dorëzu këta persona drejtësisë së Kosovës. Duhem me përsërit, familjes Afrim Bunjakut asnjë vendim nuk ja kthen afrimin. Sulmi në Banjë të Zveçanit nisi në orët e para të 24 shtatorit të vitit 2023. Sipas akt akuzës, përgjegjës janë 44 persona dhe listës së të akuzuarve i prin Milan Radojčić. Ata akuzohen se përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, tentuan ta shkëpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës dhe t'ia bashkangjisnin Serbisë. Si rezultat i sulmit të armatosur, mbeti i vrarë rreshtiri i policisë së Kosovës, heroi Afrim Bunjaku.